Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Besimi përballë frikrave. Profesori nderuar, pra në një farë mënyrë ekzistojnë frika dhe sfida e madhe është kontrollimi i tyre, pra menaxhimi i tyre i drejtë në një farë mënyrë që mos na sundojnë ato neve dhe t'i sundojmë ato neve në një farë mënyrë, pra t'i fusim në kontroll, t'i sfidojmë ato, sepse siç e thatë ju, ato janë pjesë të qenies njerëzore. Recetat që ju i jepni përveç diagnostikimeve në fund të fundit, cilat janë? Shumë e drejtë. Dhe me thënë, pranimi i frikrave ka të bëje edhe me njohjen e tyre. Dhe, si që i përmendi hoxha i nderuar, pra janë frikra të ndryshme. Frikë për jetën, për shëndetin, për fëmijët. Këto janë frikra parimore. Parimore, po. Kjo frikra parimore, dhe jo fiksacione. Tani, e vërteta është që krijuesi njeriut ja ka dhënë vetë dijen që është mrekulli e mrekullive për t'i zgjidhur gjërat, për t'i gjetur, se te kafshët i ka bërë gjërat më të thjeshta. Dhe krijuesi i madh ka bërë që edhe qeni dhe macja që hanë vetëm mish, nëse helmohen, shkojnë gjejnë barin që u duhet dhe hanë dhe shërohen. Njeriu tani, në vend që këte vetë dije ta vejnë punë ashtu si duhet, edhe të gjejë atë që i duhet, dhe me thënë, kjo vetë dije ka raste kur, dhe me thënë, manipulohet dhe trembet jashtë mase. Tani shërimi këtu, ose terapia është besimi. Kur themi besimi, në radhë parë i herë besimi të Zoti. Dhe kjo është një besim shumë i madh, dhe është ai besim që njeriu e mbush e bën të fortë. Unë tani si profesor i psikologjisë, ditë them që vetëdia e njeriu punon vetëm kur njeriu është zgjuar, kurse pavetdijshmja punon 24 orë pa pushuar. Kjo pavetdije ka atë që quhet energji kinetike. Energjia kinetike për shembull është si uji i një leqeni i cili ka energji kinetike, por i duhet vënë një turbinë që të prodhojë energji. Në qoftë se ne, për shkak të frikrave tona, e bllokojmë këtë energji kinetike, nuk i japim mundësi organizmit që gjatë 24 orëve të mposhtë gjitha të këqijat që i duhen atij. Pra, me të vërtet që organizmi është i ndërtuar për të shëruar vetveten, por duhet lënë në qetësi nga komandanti truri. Truri, për shkak të komandave të gabuara dhe frikrave, e trazon organizmin ndjeshëm. Është një lloj sikur një komandant i rrep që i mban punë torturë 24 orë ushtarët si le të qetësojnë, të flenë, të ushqejnë, të bëjnë.